Ka ngjallur zhurmë mediatike thirrja e Sali Berishës për të dëshmuar për 21 janarin. Është një thirrje e vonuar, në fakt për mua është një thirrje që s'ekziston fare, sepse thirrja e Berishës për 21 janarin duhet kishte ndodhur me kohë me vakt. Spaku kujtua vetëm mbas 6 vjetësh që është formuar. Dhe nuk mendoj që është një thirrje që ka lidhje me zbulimin e vërtetës, me dinamikën e ngjarjes, kush janë urdhëruesit real të saj, ka pasur vërtet një urdhër nga lart, nga Andrea Prendi apo akoma më lart nga Sali Berisha, apo ishte një veprim instinktiv i gardisëve. Duhet të kishte ndodhur me kohë, në fakt po ndodh vetëm tash dhe unë mendoj që arsyeja pse por i hapet ky proces ka të bëjë vetëm me hallin e Spakut. Neve dim që Spaku ka një problematik për sa i përket mandateve të tij. Mandatet e prokurorëve pak a shumë mbarojnë mbas 3 vjetësh, një muaj më pak, një muaj më shumë, të gjithë ju mbarojnë. Dhe këtu ata bashkohen në një zë, pavarësisht kontradiktave që kanë brenda me njëri tjetrin, pra bashkohen në një zë që të bëjnë presion politik që mandatet e tyre të shtyhen ose të jenë të rinovueshme. Dhe këtë e fillojnë me Sali Berishën, sepse Sali Berisha ka qenë njeriu i cili ka kërkuar shkrirjen e Spakut, eliminimin e tij. Ndërkohë, për sa i përket Partisë Socialiste, me sa kuptoj, shumica e tyre aty e deputetëve aty janë të terrorizuar, ai ka lapsi apo si ka lapsi i Spakut. Ndërsa Berisha, dhe kur them Berisha, nën kuptohet gjithë Partia Demokratike, janë njerëzit më këmbgulës që Spaku t'i mbaroj mandatet dhe në një farë mënyrë të shkrihet mbasi të mbarojnë këto mandate. Kështu që 21 janari, ashtu si shumë procese që ka hapur deri tash Spaku, më tepër janë procese mediatike për popullin, gallat për popullin, por në krahun tjetër, për sa i përket atyre veprime në Rogoz, janë një goditje e Spakut politike për të bërë të mundur kompromise me palët që ata ta shtyjnë mandatin e tyre. Ajo doja dali, historia ka treguar që Spaku është i fortë me politikanët e nivelit të dytë, pra me ata që nuk janë në të vërtet bullajt e politikës, ata që tërheqin politikën, siç janë Berisha dhe Rama. Në këta të dy, Spaku gjithmonë është frenuar, është matur përpara se të veprojë, dhe kjo duket ndër më ashqarët e Berisha, ku sulmet e vazhdueshme të tij bën që ekipi që e ndiqte të intimidohej. Dhe kështu mendoj që gjithë kjo histori do jetë një histori e cila do bëj një vrim në ujë, siç ka bërë gjithmonë. Mirë ata që ikën me 21 janar, Berisha e dha mesazhin që është i paprekshëm në 21 janar dhe tha që kush sulmon pushtetin tim, kjo ka për ta gjetur plumbi mballit. Bëri edhe deklarata më vonë, vetëm e deklaratat që ka bërë në studio televizive Berishës mund t'i ishte ngritur akuza me kohë. Kjo nuk ka ndodhur. Kjo që po ndodh thashti mbas pa afrohet viti 15, mbas 15 vjetësh, është një vrim në ujë dhe gjuna që Spaku përdor kufomat për hesavet e tij. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e programeve tona dhe të kanaleve tona online dhe të kanalit Rudina Xhunga dhe Dritare TV. Faleminderit.